Përshëndetje nga vlogmasi i tretë. Unë ngritëm dhe unë tani do shkruaj vashavash të bëjmë gati, se vashavash duhet të nisemi për të graderuja që kemi mbyllur për sot, edhe pse dohet të flija akoma, pa frikë edhe 1-2 orë të tjera flija. Akoma nuk jam kopër me gjumë, doja akoma shumë gjumë. Kjo çanta këtu, kemi marrë të gjitha gjërat e nevojshme. Vendosa disa kremra, jo të gjithë, s'kerin që përdor, por disa prej tyre, gjëra që më duhen. Dhe nuk e se mora shumë, të them të drejta, se një valizë të vogël si që patë morëm. Edhe përveç kësaj valizës të vogël, mora dhe çantën e dorës, mora çantën më të madhe që kisha. Kam marrë krerin, parikusin e kamerës, më të rëndësishme. Pastaj të edhe pjesa këtu. Kemi disa kremra, hidratusin, kemi këtë bademistin, syzet e Brianit, serumin, concealerin. Tu, se si shikoni, janë 1-2 furça, rimelin, concealer prap tjetër. Make-up nuk mora, thash më mirë të marrë concealer, se sa make-up. Dhe këto janë të gjitha, tani e vëshërësh të raj e të dhëmbët. Të tërën. Do vesh këto pantalonat e zeza, edhe të golfin, gjysmë golfin e zi, që kisha prap dje, se nuk kam marrë robat e tjera. Mora veç këto. Edhe një lush, një xhup që ta kisha. Ky është golfi. Gati, disi kështu u vesha. Fytyrës nuk i bëra asgjë, vendosa vetë hidratusin, kremin e diellit, bëra pak vetë, pak qërpikët, i kapa flokët disi kështu. Edhe asgjë tjetër, tani e vashavash do nisemi bashkë me takun. Kamerën do e lë në shtëpi, nuk do ju marr me vete, por sa të kthehemi, do e nisim aty ku e kemi lënë. Shihemi më vonë. Arritëm në shtëpi, mbaruam punë. Gjë e parë që bëra është të merrnim kafen e mëngjesit. Nuk po më hapeshin syt, kam shumë kohë që unë kam lënë kafen, edhe nuk pi kafe në mëngjes, shumë rrallë pi. Po sot kisha me patjetër që të pija një kafe, se isha gjatë gjithë kohës kështu në përgjumë. Edhe më duhej një kafe, morëm 2 cappuccino të vogla bashkë me takun. Morëm edhe për të ngrënë mëngjes, gjithashtu mëngjes në shtëpi nuk ham, por sikur kur lëviz dhe kur ndryshon atë rutinën e përditshme që ke, të vi për të ngrënë. Gjëja e parë që mendon kur ngrihesh është të hash diçka dhe kështu bëm dhe ne. Dhe po ju tregoj pak disa gjëra që morëm për të ngrënë për mëngjes. Këtu kemi një byrek me djath, që është për zotrin këtu, për kunatin, për fëmijë kunat. Pastaj këtu kemi një bogaccia italiane, nuk e di se si quhet kjo në italisht. Është nga kjo që bëhet me bukë, me djath me domate e morëm ne, nuk e morëm me mortadela. Dhe pastaj morëm gjithashtu këtu një byrek me hul. Edhe një picë për Brianin gjithashtu. Dolëm këtu tek balkoni që ka shtëpia, këtu hëngrëm edhe mëngjesin, thamë që të mos vemi poshtë e kuzhina në katin e parë, se po përtonim. Ulëm këtu tek balkoni, është goxha i madh balkoni. Do ju a tregoj pak më vonë, unë jam ulur këtu diku, po pi pak ujë, mbaruam neve mëngjesin, hëngrëm. Dhe mund të them që ato që hëngrëm ishin në shijet e mia, byreku me ful më pëlqeu shumë. Gjithashtu po mbyllim edhe një makinë me qera për një natë e morëm domethënë këtë makinën. Çfarë po hati? Pizza. Pizza. Yummy. Branusi nuk e dua perimen me pizza. Brani që na ka punuar zborin sot, na ka ngritur që në orën 7 të mëngjesit. Me vete pizza me sos me mis. Okej, Brian. Na ka ngritur që në orën 7 të mëngjesit, fjeti brëm Briani, se sa erdhëm këtu te shtëpia e zuri gjumi, e zuri që në traget, të them të drejtën, fjeti që në traget, edhe sodëm në gjumë këtu tek shtëpia. Edhe fjeti Briani, goxha, u ngop me gjumë edhe u ngrit që në orën 7 të mëngjesit, na bënte zhurëm, ngriuni. Me ngritur dhe kemi bërë atë gjumë sot
Të paktën shtëpia ishte shumë e mirë, ishte super e ngrohtë. Mbi të gjitha nuk mbante erë se të them të drejtën, dhomat e hotelit që kemi mbyllur këtu në Siros, nuk e di sikur mbajnë një erë të çuditshme dhe me ziri brenda, por jo, kjo ishte shtëpi shumë e pastër, shumë e mirë. Gjithashtu siç po ju thoja që në fillim që mbyllëm edhe një makinë me qera. Do vi këtu ndodhet një parkim, do vi goca që ka makinat të na e sjellin. Për një natë ne mbyllëm 35 euro, domethënë për një ditë, se thash për një natë. Paqëmësia bën të vetën, por që po, 35 euro e dita mbyllëm. Tani dorim edhe pak këtu tek shtëpia, se ecëm goxha me këmbë, diku tek 40 minuta kemi ecur me këmbë sot në mëngjes, që vetëm atje ku kishim disa punë të bënim. Edhe tani themi të rrim pak këtu, të qetësohemi, të shplodhemi dhe më pas të shohim, do dalim, do bëjmë një xhiro, nuk e di se çfarë do bëjmë, do shohim. Por po mendoj që vlogmasin e ditës së tretë edhe vlogmasin e ditës së katërt t'i shihni në një video të vetme, se meqense dhe jemi edhe nesër përsëri këtu në Siros, le të jenë të dyja në një ditë. Ky është balkoni të cilën po ju flisja, që ndodhet tek shtëpia tek dhoma e gjumit. Ka këto karriket këtu, ne kemi bërë pak rëmuj tani, tavolinën këtu, ka këtu një lule, dhe kjo është si lulja e shtëpis time, kam dhe unë të shtëpia ime një si kjo lulja, por në kam shumë të vogël, se tani e kam mbjellë, por shikoni pak se sa është rritur kjo, wow! Thori do më bëjt edhe mua ka që madhe? Kurse pamje, të them nuk është se ka ndonjë pamje, se kush e di, ndodhet kjo pjesa këtu, që është kisha e madhe këtu në Siros, dhe po dalim. Ky është kati sipër që jemi ne, tani po vemi në katin e parë të shtëpisë dhe kështu është pak a shumë balkoni këtu dhe tani zbresim shkallët. Është pak sa e çuditshme kjo shtëpia, se pasi zbret shkallët, kalon në një derë këtu dhe është kjo kuzhina e stërmadhe me të gjitha gjërat. Ka që të gjitha kjo shtëpia. Tavolin këtu, një krevat të vogël për fëmijë këtu, frigoriferin, një televizor tjetër dhe ja, kjo është makina që mbyllëm. Ka dhe Jumbo këtu në ishullin e Siros, ndryshe nga Santorini që nuk ka asgjë, por e kemi lënë që të vim pastaj këtu në Jumbo, se branin na e zuri gjumi dhe do vim më vonë. Tani po vete o me kunatin në Lidl të marrim ndonjë gjë për tani në makinë, ndonjë patatin, ndonjë biskot, ndonjë amit, gjëra të tilla. Tani do ju bëj një Lidl haul. Kemi marrë këtu një çibuk nga këto me krip. Kemi marrë 2 amita të tilla. Kemi marrë një çokoladë. Mora dhe unë një çokoladë për veten time, nga kjo me bajame. Marrë kunati im, si i vogël që është, nga këto. Boni, thoshim neve në shqip këtyre. Pastaj këtu kemi disa siropita. Dhe të fundit një croissant me çokoladë. Të gjitha gjërat që morëm në Lidl kushtuan diku tek 9 euro e gjysmë. Jumbo time! Dhe këtu që është mbushur plot me gjëra për Christmas që shumë më pëlqejnë.
thënë se vajti po tra vonë, që jemi pa ngrënë, kemi ngrënë që në mëngjes, edhe sikur na ka marrë pak uria tani të them të drejtën, kemi gjetur një tavernë këtu, kemi ulur dhe po presim që të porosisim. Kemi marrë një sallat fshati, buk dhe tiro kafteri. Pastaj morëm një carbonara. Dhe këtu kemi makarona me kima për zotrin këtu. Dhe Brian i ka mish, e patate. Dhe ne më në fund u mblodhëm në shtëpi. Pajtën çunat në një vend, morën disa fruta, kaki, njoftuan disa moto kuqe, pajame, kikirika nga këto me susa, një pagure të vogël. Dhe gjitha këto që kanë marrë çunat kanë kushtuar diku tek 13 euro. Në Jumbo, Brani e prishi pak tani. Këtu supozohet të ishte një traktor me një dy kafsh edhe me këtë pjesën këtu. Këto mori Brani, këtë lodër, atë telefonin që ju tregoj edhe dhe. Pastaj mori paku këtë shadhin këtu, se na duhet, se për disa ditë na pret një udhëtim në vende të ftohta. Mora unë 2 pako me nga këto bigodinat. Dhe me qënë se kemi udhëtimin, mora këto të treja që t'i mbush me shambo. Dhe të fundit që morëm janë këto çorapet me Christmas. Tani më duhet që ta mbyll kamerën sepse kemi punë të bëjmë neve. Do ham ndonjë frutë edhe duhet të futemi pak të mbyllim Airbnb-n ku ne do të flem tek pushimet që do të bëjmë. Avash njerëz po na afrohen datat dhe të imagjinoni që nuk kemi mbyllur asgjë akoma, jemi shumë vonë, duhet që t'i kishim mbyllur më herët, se atje ku do të vemi është shumë shtrenjtë për kohën që do të vemi. Kështu që këtë gjë do të bëjmë tani, unë po mendoj që diku këtu t'ju lë edhe juve. Me të këtu për sot. Shihemi nesër. Bye! Përshëndetje nga dita 4 e vlogmas. U mundova që ta hap kamerën në balkon, mirë por nuk mundesha që të flisja në balkon, sepse makina kishte pafund, zhurëm kishte pafund, edhe kështu u futa brenda, edhe e hapa kamerën këtu tek pjesa e sallonit. Dhe sa po erdha në shtëpi në fakt, isha jashtë, mbaruam të gjitha punët që kishim për të mbyllur këtu në Syros dhe më në fund nesër vemi në Santorini. Do vemi në Paros një herë, nesër në orën 7 e marrim tragedin e parë, vemi në Paros në ora 9, pastaj do rrim në Paros deri nga ora 12, edhe nga ora 12 e drekës marrim tragedin tjetër dhe arrim në Santorini. Shqyr një herë që mbyllëm të gjitha punët që kishim për të mbyllur këtu në Syros, se dhe këtu të them të drejtën, vajti 2 ditë që rrim edhe nuk po shtyhej më, kështu që më në fund ikim nesër. Bëra edhe një kafe, se nuk kam pirë kafe sot, ta ku piju, ndërsa unë nuk doja. Dhe sa erdha në shtëpi bëra një kafe, mëngjes nuk kam ngrënë sot, nuk doja që të haja. Dhe planin për sot e kemi që të rrim pak këtu, të qetësohemi, të mbyllim edhe ato punët që po ju thoja. Më pas do dalim në një xhiro këtu në qendër, do ham edhe drekën gjithashtu jashtë, gjithashtu dorëzuam edhe makinën, se e kishim sot që ta dorëzonim dhe e dorëzuam. Dhe tani nuk është se kemi makinë që të ikim diku më larg, kështu që në qendër do vemi barabart, nuk besoj të vemi me ndonjë vend tjetër. Për dje që ju thash që do mbyllnim Airbnb-n ku do të flem në pushimet që do vemi, e mbyllëm më në fund, se keni iden se sa kemi ndënjur duke kërkuar për një Airbnb, nuk kishte fare, leqet që mimet ishin
në maj ishin saqimet e kokës, na iku truri, ishin shumë të shtrenjta, ekstrem të shtrenjta, por mezi gjeje dhe shushyr që u futëm, kërkuam, e gjetëm një dhe e mbyllëm. Në vendin që do vemi, është fiks ajo periudha ku të gjitha gjërat atje janë në maj, kështu që të mos qahen fare dhe të them të paktën shushyr që e gjetëm.